Live from Tirana. Live from Tirana. E lam aty Elton. E lam. Ku e lam? Arsyet që ti do të rendisje që pse Rozana duhet ta fitojë këtë Big Brother. Po pse 5 patjetër. Po Për mua mjaftojnë 2. 2. Apo është Apo ja, 3. Jo më un kam shumë, sa po të filloj. 5 herë javë. Me që 5 është shumë me fati bora se ma. 5 hijet e rozit. Dëgjoj. Më jep emocion, më ka bërë të qaj. Më ka bërë të qesh. Krijon situata. Krijon debatin. Okej. Luan. Okej. E kam shoqe. Okej. E kam dritë, e kam zemër. A shet Rozana pas Big Brotherit nëse fiton? E Glaciano shiti pas Big Brother? Mendoj që jo. E po. Fituesi s'do më thënë që të shesi patjetër, mos mësohemi Ilir Shaqiri shiti? Ka shitur. Qa shiti? Ka shitur. Kë shiti? Veshkën. Po mirë, atëherë. Jo, nuk është kombëtar. pyeti, jo, prit se më pyete, shet apo nuk shet? Po nuk Ilir Shaqiri shiti? Po pra. E Glaciano shiti? Pse duhet të shesi patjetër Rozana? Po se është këngëtare, them. Po patjetër mund ta ketë mundësinë për të shitur. Ajo pastaj varet nëse do ditë të bashkëpunoj me njerëzit e dur për të shitur. Se jam kurioz si mik Rozanos, si e peti këtë përballjen mes Neda Ballokut dhe Rozana Radit? Atëherë unë që jam dëshmimtar i gjallë i marrëdhënies Rozana Neda, ka qenë koha kur Neda ka qenë në Big Brother, ku një pjesë goxha e madhe e Shqipërisë nuk e doni Nedën, për atë kohë që ishte lojtar, si lojtare, jo si njeri. Okej. Patjetër kemi qenë shumë të gëzuar kur Neda ka dalë nga Big Brother, ka patur edhe një pritje goxha humoristike edhe në fan club në atë kohë. Më vjen keq që Neda i ka harruar këtë gjëra. Ka pasur goxha debate atëherë edhe me Rozanën. Do të them edhe një kuriozitet tjetër, me që ja dhe një sekret, që jemi dy njerëz që menaxhojmë faqet në Rozit. Kemi tentuar të shkojmë te statuset e vitit 2011, duke hyrë nga telefoni i Rozanës bashkë me Andetën. Okej. Nuk kemi arritur të shkojmë dot dhe nuk e di si ka arritur Neda, sepse un jam s'ka arritur Neda. E lëm këtë temë se kush ka arritur, se patjetër që ka arritur Neda ose dikush tjetër që merret me IT, sepse është e pamundur të shkosh në statuset e 2011-s. Unë nuk besoj që do më vjen keq që Neda nuk e pranon këtë gjë. Unë e di shumë mirë që ka pasur debate, ka pasur dhe mesazhe të shkëmbyra. Dhe Neda duhet të heqë dorë nga kjo mbajtje. Dëgjoj, Neda si ka mbaruar Big Brother i saj në 2011-ën. Dakor jam, po ajo është opinioniste. Absolutisht, të japi opinionet tjetër pavarur, kaq. Po i ka thënë më opinione, pse duhet të merret që lutem, Neda ka filluar kundër Rozanës që ditën e parë që Rozana ka hyrë brenda. Po nëse ajo e ka parë ashtu, ka vazhduar deri ashtu. Tash dëgjoj, kishim Jacqueline Lekatarin, që unë i heq kapelen. Për mua ka qenë nga opinionistët femra që dinte të krijonte debat, dhe për mua ajo duhet ishte Zhaku, ktheu mi Zhaku se bëm shaka atëherë, po që duhet ishte. Patjetër. Kishte edhe Zhakun, por dëgjoj, kur Zhaku thoshte që Luizi ka drejt, kishte të drejtë, më kupton? Ka ca gjëra që janë të dukshme, pavarësisht i natave personale apo mos pëlqimeve, sepse neve funksionojmë në bazë të pëlqimeve dhe shive, më lër ta mbaroj. Arrogancë, ja prit ta mbaroj. Nga ana Rozanës. Absolutisht fare, sepse Rozana ja ka thënë që ditën e parë. Dhe arrogancë të pranosh që unë e kam shkruar këtë? Po pse sa herë kemi shkruar neve? Sa herë kemi shkruar neve për lojtar? Sa herë kam shkruar unë për Olta? Unë kam shkruar, po ju do të shtypë makinë. Mano Ronaldo se nuk do e ke shkruar apo si ke shkruar, dhe po ta ke shkruar nuk është se do ikësh me të vërtet më rash, është një mënyrë të thënë uri shikose. E lëm këtë Rozana Neda. Jemi lodhur në 3 muaj. Jemi lodhur, është e vërtet. Nuk e di pse kam përshtypjen ka ardhur ky momenti që duhet vi fundi tash, se duhet të vi fundi i një enigme. A ka aleancë të fshehur mes Rozana Radit dhe Laert Vasilit? Jo. Pse? Ja ta them unë ty. Laerti është munduar ta kontaktoj. Atëherë, Andeta më fal që po e them, se ne kemi lënë që s'do e themi. Me Andetën kemi qenë deri ditën e fundit që e kemi çuar Rozanën në hotel. Okej. Aty kemi takuar dhe Marinin, shokun e ngushtë të Laertit. Marini është ai djali që përmendet shpesh, edhe në Big Brother. Marin Mema? Jo, është një Marin tjetër. Edhe jo. Kur Rozana ka bërë klipin,
me njëherë që ne kemi vajt një pizzeri që kemi ngrënë, me njëherë pasi ka bërë klipin. Aty është kontaktuar për herë të parë nga Laerti. Nuk ka folur Rozana, ka folur Andeta, kam qenë aty prezent. Thjesht ndafutet Rozana, kemi bërë klipin i tha, por nuk e kemi vendosur. Po gjithsesi tha do flasim. Dhe që atë ditë nuk është folur më midis të dyve. Nuk është se kanë pas një komunikim të përditshëm, është reale ajo që thotë Rozi. Edhe një foto që doli me Tjemën, me të motrën dhe me atë priftin në Elbasan. Aha. Se ky prifti ka bekuar dhe Rozana, no? Prandaj ka shmbar Rozanës. O zot diqa. Është një fakt që Rozi e ka thënë brenda në shtëpi. Kur i ka ardhur, jo më lart. Të bekoft prifti. Dhe jo, nuk ka një pakt. Nuk e di pse, nga që ato njihen edhe kanë këtë, janë dy aktorë, kanë këtë kimi njëri me tjetrin që arrin të merren vesh edhe me sy. Prandaj njerëzit ose banorët mund ta mendojnë këtë gjë. Ose është një shkak për të pasur debat brenda në shtëpi, sepse unë e shikoj që sa herë aty po fillon dhe po mungon debati, i rikthehen po të një të stem që ti dhe Laerti jeni. Po ndërkohë Laerti është lojtar me Valbonën, një lojtar i vetëm, fal gjestit, që i forcoj kaq shumë dhe që po i lidh madje se dje po i shikoja o zot sa të dashuruar. Po të kam zemër, i kishte thënë Laerti Bonos, qartë, bukur, pastër, pa gabime. Elton, falenderoj shumë që ishe sot live from Tirana. Falenderoj që ishim së bashku në live from Tirana. Dhe të uroj një fundjavë të bukur. Dhe ty. Unë ju uroj të gjithëve gjithashtu një fundjavë të bukur, të shijoni jetën, ta çlironi zemrën, ta çlironi mendjen nga çdo lloj mendimi negativ që ju është futur në kokë dhe ta jetoni jetën pa pendesa dhe bëni gjërat që në fund të ditës ndjeni. Unë ju lë në shoqërinë e muzikës së mirë, me njëherë pas siglës vjen muzikë shqip nga Kelly, ku je nga Ronaldo Sharka dhe Wheezy DJ, i ridëgjojmë sërish të hënën. Deri atëherë bëfshit qef.